O shokë me det. Jemi live. Gazo, përshëndetje Gazo. Përshëndetje miq të Piskut. Faleminderit që na ndiqni. Ju urojmë një pranverë dhe një verë sa më të gëzuar, qoftë ata të diasporës dhe turistët e Shqipërisë, domethënë që na vizitojnë dhe janë shpresa jonë e ardhshme, domethënë se ato do na bëjnë rritjen e pensionit me investimet e tyre. Po Gazo, si po duket situata politike? Tashmë le të them zyrtarisht se ka filluar dhe fushata. Po përshëndes një zonjë nga Gjermania që tha ju ndjek nëpërmjet Piskut. Kur Para një jave ishim te Mislim Shiri. Ishte nga të ndali aty në rrugë? Po, jetonte në Gjermani, edhe tha mor pension dhe në Gjermani dhe këtu në Shqipëri. Të lumë. Edhe tha Altini tha kur duhet ata të këtha se zëri shumë gjatë. Jo. Por zotin së të kënjej. Jo. Edhe i thash unë mos e vrit menin i thash se ja kalojnë falat. Altini këtu është i thash edhe do e përshëndes në emrin tonë, ja që rreptimi mbajtur. Përshëndesim të gjithë diasporën që na ndjekin dhe në veçantë të Gjermanisë. Pasi ata janë të shumë, janë të shumë. Edhe kalojnë ke situata, si po duket situata politike, fushata, po. Të tregoj një histori, domethënë, që desha të vend një apartament sapo e nisa domethënë. Po. Edhe futëm te gazeta Chelsea. Po, si gazeta Chelsea më? Po më ke mu më valla. Shi, po futet ke gazeta Chelsea, më ke mu që më. Po, i mu pastaj. Po, dakor. Edhe tani futëm aty, edhe të shoh një apartament. Kur ishte një agjenci imobiliare aty, tha kërkejmë agent shitjesh. Unë CV-n e kam gati, edhe nisa për kuriozitet. Po, CV-n domethënë. Cirkulim vital, domethënë CV. Edhe nisa, kur pas 2 orëve më kontakton e burimeve njerëzore të agjencisë, po e them emrin se i bë. Jo, e bë reklam, bravo. Edhe po çan ke filluar me kuptu. Po, lëm takim edhe këtu në qendër, domethënë ishte ajo agjencia. Edhe shkoj unë aty, mor gjitha diploma me doktoraturë, me ata gjitha domethënë se i kisha fut CV edhe duhet të verifikohet ajo domethënë se a janë është personi i dur domethënë që i përshtatet CV-s domethënë dhe eksakt ata që kërkojnë. Edhe ishte një zyrë aty, një komër aty sipër. Edhe fillu duke bërë pyetje ajo. Edhe pasi e pa realitetin e CV-s me personin përballë domethënë dokumentat si kisha dosin aty. Edhe filloi duke jo marr. 20 vjeç ajo burimeve njerëzore, ylla. Edhe atëherë s'u çohem aty afër karrigës saj. Edhe aty faktikisht desha të bësh agent shitjesh domethënë që të merre klienta turistat, të vizitonin apartamentet. Edhe aty kalonim live domethënë jo. Edhe tani ajo nuk e di atë të testot edhe në aspektin domethënë sa jem apt apo si jem. Ajo të filloj të testoj ajo. Edhe tani domethënë jo. Atë edhe aty bën domethënë një 20-23 minuta. Pra 23 minuta, domethënë. Herë në fund ngishi 26. Po ki muhabet para një javë, nuk është se ka 10 vjet, 20 vjet domethënë. Qartë. Histori. Se para 10 vitesh nuk është se po, nuk ka qenë zhvilluar shumë ajo. Po them latinisht domethënë në fjalën recent që është shumë afër. Për Yuri Kimin ke manit shqiptar, i ke shoku komplet me atë që ke thënë për Yuri Kimin, nuk e besoj thotë është kështu, është. Po, për një minutë se kemi fotografie, kemi video, kemi gjitha, domethënë se do ja bëjmë publikut, domethënë ke me fakte me fotografi, me video, me gjona? Ku po në nxirr, nuk kesim jerb në kuturu. Ke fotografi me Yuri Kimin që ke bërë marrëdhënie? Edhe tani ishim na nxirr pa tash. Po, tani ishim te nën Kaçet. Ika. Edhe atëherë mbarom domethënë ishte kënaqësi e difish domethënë. Edhe ishte një moment. Unë çfarë qerat pa avarë unë tregoj. Ne nuk kemi çfarë taksirati ka mund më marr me ju më po ju këto lloj histori. Ti nuk duhet ti jesh kundra. Po jo më ishte domethënë për mua bëri me këtë histori. Ishte kënaqësi edhe para 3 ditëve. Para 3 ditëve. Treba vllaka unë se tani sa kemi fillu. Po çka ke fillu? Edhe sa na gjë tjetër, na gjë tjetër. Para 3 ditëve them nga Çekia. Edhe atje në Çeki domethënë Praga ke pra si Praga kreditet domethënë superfuqi domethënë
me ndërtime, me gjëra, dhe të thonë, edhe shke shtëpi publike. Shtëpia publike në Prag jenë interesante pasi ke parasysh, tani janë drasat dhe me thonë, edhe femra është e zhveshur, edhe gjysma e femrës dhe me thonë, rrihen në krah të publiku, gjysma futet në dhomë dhe me thonë, edhe aty trupi i zhveshur dhe me thonë, edhe zgjedh, kurse tjetra dhe me thonë është në krah të kundër. Tjetra dhe me thonë, jenë në pozicion dhe me thonë, jenë 50-60 goca dhe me thonë, që zgjedh të duhurën me një pages 7 euro. 7 euro dhe me thonë, me ne dhe me thonë, me përfitu nga gjitha. Ati ka patër një knajsi, se ke parasysh ishte fotografia pak sipër trupit saj, edhe shikoj se me këtë ke marrëdhënie dhe me thonë gjëra, edhe ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme që më ka lënë mbresa e përshtypje, gjë që duhet 10 vite Mbyllë tani, se do kalojmë reklama. Po. Tani Bëjmë mbyllje tani. Tani do futemi në politikë, dhe thonë. Se politikë më. Një minutë më sapo afrojnë me hapa të shpejt, dhe siç e dini, PD-ja e koalicionit madhështor, dhe me thonë, dhe PS-ja janë përplasje fushate, dhe me thonë, për zgjedhjet legjislative, ku dihet që kryeministri Rama pretendon mandatin e 4, ndërsa ish kryeministri Berisha përpiqet të vesh kostumin e kryeministit për herë të tretë, dhe kështu që betejë sapo ka filluar, tani të gjithë politikanët janë shpërndarë në përrethe, siç e dini, listat e mbyllura janë, dhe me thonë, një problem për një demokraci efikase. O gazë, ku ndryshon lista hapur nga lista mbyllur? Po lista e hapur, do të thonë, me listën e mbyllur ndryshon se nëse ai listës hapur bën 50.000, 60.000 vota dhe ky listës mbyllur nuk ka marrë asnjë, atëherë i merren votat të këtij të listës hapur për me siguru këtë listë mbyllur. Pasi për shembull PD-ja ka 12 deputet për Tiranën në listën mbyllur. Pa u zgjedhur këta në parlament, asnjë nga listat e hapura nuk zgjidhet, do të thonë, deputet. Pasi këta janë listë sigurt, do të thonë. E shet të drejtë ti këtë listat të hapur, listat të mbyllura? Për çfarë je më shumë ti, dhe cilat do të ishte më drejta? Tani PD-ja e ka propozuar diçka të tillë, do të thonë që Berisha u votu nga populli, e ka vendin sigurt pasi është numri 1. Do të thonë dhe këta të tjerë, po siç e dini në PD pati primare. Dhe aty primare, do të thonë, Dashura ishte shumë i preferuar, por PD-ja e nxori komplet jashtë zgjedhjeve të mëton, pasi nuk i interesonte. Si e komenton televizion e Dashit? Po, Qotër Hoq. Po përderisa PD-ja merr një vendim të tillë, dihet që koha politike, do të thonë, aftësitë e tija politike ka shtruar, do të thonë, Të Dashit. Të Dashit sulet, do të thonë, edhe është në limitet e tij, do të thonë, që është si punë pensionist, do të thonë, në politikë, pasi nuk jep. Kur është pensionist Dashi, imagjino Berisha. Po, ka fjalën se nuk është aktiv në politikë. O ka qenë aktiv Dashi, s'ka qenë njëri tjetër në Partinë Demokratike. Kush ka qenë? Etpaloka? Dashin në 4 Lamonoga? Unë 4 vjet Dash Sule kam pa dje faltorën e parlamentit. Çfarë thon? Po ti duhet parasysh që edhe Jorita Tabaku, që nuk ishte aktive në protesta, në arrestim, është në listën e hapur. Do të thonë, është diçka që ti e shikon Adriana Kalaja. Ajo, do të thonë, ishte aktive në protesta gjëra në primaret e PD-s, do të thonë, për legislativet e parlamentit. Ajo pati 130 votues, do të thonë, edhe përsëri është kandidatë, do të thonë, në listat e PD-s, do të thonë, për zgjedhjet parlamentare dhe